E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju ngjarjet më të fundit, të gjithë entuziastë se çfarë do të ndodh sonte, si do të shkojë sonte kjo finale, çfarë surprizash kemi. Tani përflitet edhe brenda produksionit në fakt që Selina sonte do t'jetë pak e privilegjuar në surprizat që do të bëhen brenda shtëpisë së Big Brotherit, sepse Gimbo ka vendosur që t'i propozon martesë. Fillimisht Gimbo nuk është se i ka propozuar Selinës martesë, edhe në momentin që u bë dasma fiktive brenda shtëpisë së Big Brotherit, një traditë për ndjekur ndër vite, Gimbo i propozoi në mënyrë të thjeshtë, i propozoi sa për të mos i thënë që nuk më ke propozuar nesrin brëma. Por propozim të vërtet kundërdrejt Selin, Gimbo nuk ka bërë në shtëpinë e Big Brotherit. Selin në fakt as nuk është duke imagjinuar dhe as nuk është duke i shkuar në mend, por produksioni ka vendosur me patjetër me kërkesë të Gimbos, me dëshirë të Gimbos që Selin të përmbyll këtë rrugtimin ashtu siç duhet. Në fakt një propozim martese në natën e finales do të jetë një datë shenjë që çifti do ta mbajë gjithmonë në mend, por këtë datën do ta mbajnë në mend edhe fansat e tyre. Domethënë pikërisht data 18 prill është dita kur ky çift i dashur, ky çift fantastik, ky çift me energji shumë pozitive do të merr rrugtimin e tyre të dashurisë. Do me thënë, sonte do të kemi një surprizë. Unë e di që Selin do të emocionohet shumë, nuk është duke pritur një diçka të tillë. Normalisht që sot banorët janë duke aluduar, duke amencuar, duke menduar se çfarë do të ndodh me to, çfarë kombinimesh do të bëhen, çfarë surprizash do të vinë, kush familjar do të viti vizitoj, por nuk i shkon ndërmend Selinës që do të ketë një moment të tillë. Tani do me thënë, me aq sa ne kemi arritur që të marrim burime brenda televizionit Top Channel dhe brenda formatit të Big Brother, do të thënë sonte për Selinën është një natë e veçantë, është një natë glamur dhe produksioni është duke punuar jashtëzakonisht në pjesët të ndryshme të shtëpisë, aty dhe ku do të ndahen surprizat e finales së madhe. Do të thënë momenti ku do ta shijojnë dhe do ta jetojnë këtë çast. Do të thënë do të jetë një diçka e bukur, një diçka glamur që do të vi për të gjithë shqiptarët. A do të jetë edhe nëna e Gimbos? Nuk ma merr mendja që do të jenë në gjithë familja, por nëna e Gimbos dhe nëna e Selin ndoshta mund të jenë në këtë surprizën e madhe, do të ketë edhe të afërm të Selinës, por do me thënë nuk do të jetë një dasëm që të mos ta dezinformojnë publikun, por do të jetë thjesht një moment që do të vulos rrugtimin e tyre, një moment që do të ulet Gimbo në gjunjë, do t'i drejton Selinës një unas, edhe do ta propozon për martesë dhe normalisht më tej do të vazhdon rrugtimi i tyre. Si mendoni që Selin do ta pret këtë moment?